Edhe në fushat e Tetovës dëmet janë të mëdha në prodhimet bujqësore. Bujqit kanë dëme të mëdha dhe shpresojnë se Komisioni për vlerësimin e dëmeve do të bëj vlerësim real dhe më pas edhe shteti do t'i kompenzoj. Edhe në lagjen Tereboj ka dëme të mëdha në të mbjellurat e bujqve tetovar. Po ishin organet të cilat merren me këtë punë, ishin para 2 ditësh, e bën kontrollimin të cilin të është bërë dëmi dhe tash i presim për organeve të cilat e bën evidentimin e dëmit, e cila të lëshohet pagesa e këtyre dëmeve. Sa dëmi? Po dëmi është afërsisht 80.000 euro. Çfarë keni bërë? Është mbjellur me qep. Do me thonë kjo pjesë si që shifni të poshtë është dëmtuar e tëra. është mbuluar me rërë, ka të mbjellura patate, ka të mbjellura edhe lakër edhe kultura tjera bujqësore të cilat janë të mbjella. Ndryshe në vende tjera në Maqedoninë Lindore, kur ka vërshime, shteti më njëherë ndan miliona euro për të kompensuar dëmet. Në Tetov pjesa dërmuese e bujqve këtë vit kanë ngelur pas gjë, pas vërshimeve katastrofale.